Kjo ishte intervista me zotin Veliaj, e ndarë në 3 grupe pyetjesh, pyetjet e para që kanë të bëjnë me procesin, duke marrë parasysh që e Marta është një ditë e rëndësishme në procesin e tij, ai pret marri vendimin e gjykatës së apelit për një ndryshim masës, sepse avokatët kanë kërkuar një ndryshim të masës, e cila ka qenë edhe një nga pikat më problematike që ata kanë vrejtur si masë jo proporcionale. Pjesa tjetër e pyetjeve kishte të bënte me politikën, me Tiranën, mungesën e tij, pragun e fushatës, ndikimin që do të ketë mungesa e tij në rezultatin që Partia Socialiste do të ketë në 11 maj, dhe pjesa tjetër e pyetjeve kishte të bënte me punët e Tiranës, raportet me kryetarin e partisë, po edhe disa pyetje më personale. Nëse keni ndonjë koment për këto përgjigje që zoti Veliaj ka dhënë, qoftë për procesin, qoftë për pjesën politike, duke marrë parasysh që bisedën ta vazhdojmë pastaj me politikën, edhe Tirana do të jetë në fokus edhe të gjithë diskutimit që do të bëjmë rrëmën e sot. Me Isa të shoh shumë zellshëm. Po. Fillimisht duhet sqaruar që zoti Veliaj në këtë intervistë bëri ato që ditë bëjmë më mirë, bëri propagandën e tij që e ka bërë jashtë, nuk kursen ta bëj edhe brenda. Për të nisur nga fundi, domethënë, të gjithë ata që e njohin pak Erion Veliajin e dinë që gënjen trash kur thotë që jam duke agjëruar. Erion Veliaj nuk është musliman, nuk ka qenë kur musliman Erion Veliaj, nuk ka agjëruar kur ka qenë jashtë në liri, domethënë Erion Veliaj i përket fesë protestante, pra është te grupi i protestantëve. Po kjo nuk e pengon Erion Veliaj të provojë të agjërojë për herë të parë. Nuk i është kthyer Allahut Erion Veliaj pas kaq vitesh në qeli. Mund të jetë rikthyer. Pjesa ndoshta i është rikthyer. Pjesa e dytë, të jetë pjesë e procesit të reflektimit. Po, pjesa tjetër ishte mesazhi që unë parë që dha për kryeministrin e vendit zoti Edi Rama, i cili tha që unë do të votoj Edin, edhe mbështetësit e mi duhet ta votojnë Edin, pra latë nuk kuptoj qartazi që për të dërguar mesazh Ramës që pavarësisht që ditët e fundit ti je tërhequr nga unë ende nuk jam tërhequr nga ti dhe do vazhdoj t'ju them mbështetësve të mi për të votuar ty. Dhe pjesa më e rëndësishme që prap e bëri si është dita bëjmë më mirë, quajti 52.1% të shqiptarëve sipas barometrit një tuf histerik. Okej, shiko, këtu dua të bëj një saktësim sepse e vura re edhe gjatë montazhit. Pyetja që ti ke vënë re, edhe unë e vura re, domethënë është pyetja, nuk e di domethënë cili numër, po pash që në lexim është hequr një pjesë në klapa, po ta jap ta shohësh edhe dokumentin origjinal. Këtyre grupeve histerike në klapa, jo opinionit qytetar, thot Veliaj, merre shikoje, sepse realisht kjo mund të bëjë një diferencë. Këto janë 52% i besojnë Spakut, këto grupe histerike ka jo opinionit të shkujdesur, pa dyshim. Jo opinionit qytetar, Stafi Erion Veliajt për ta futur në po tani 52.1% është opinion qytetar. Sikur janë këto grupe tjera, unë nuk e di, por quajti një pjesë të qytetarëve, pastaj barometri nuk i saktëson. Këto janë 3 episodet për mua që janë më të rëndësishme të kësaj propagande të Erion Veliajt.